viti vajta dhe unë në pazar. Tu tregoj shpejt e shpejt se ç'bleva. Bleva domate, ishin me 2 euro gjysmë kilja, më tha Katerina që janë të mira, se ka marrë dhe herë tjetër. Bleva ullin, neve na pëlqejnë ka jeshilët, ishte me 5 euro kilja. Atëri merja me 4, tani e shikoj që kanë quar. Mora kastravec, sallator, ishin 4 euro, jo, 3 euro 4 copë, por na tha merrni 5 tani, morëm 5 copë me 3 euro, se unë vajta ngaro një ca. Sa të bëhesh shumë gati të dal nga shtëpia dhe kur mbaron pazari kanë më të lira. Kumbullat. Kumbullat e kishte me 2 apo 2 gjysmë kilja. Më duket. Apo jo, ishte 3 euro, 3 euro, këtë të kupaqi, këtë kura actinidhjo, se i pëlqejnë djalit. Këto ishin, po se të në actinidhjo të kilo? 2 euro e gjysmë kilja. Edhe mora edhe lule shtrydhe, fraules. Këto ishin lule shtrydhe, se ishin, sa ishin këto? 2 kupaqja, si këto, 5 euro. Do me thënë 2 euro e gjysmë kupaqi. Tomatet nga tregova. Këto bleva, nuk bleva këtë tjetër. Po, këto bleva. Domate, kështu thash merr edhe lakër jeshile, po mora domate dhe sallator, kështu kastravec që kështu nuk ka nevojë. Këto do t'i laj, pastaj do t'i hapë provava, është e shkëlqyer. Në fakt unë e dua edhe çik më majoshe që ta ha me kripë, se unë kumullat i ha gjithnjë me kripë. Por nejse, këto. Edhe Katerina me Sotirin që po thonë hallet e jetës të tyre. Nuk më kuptojnë se ç'po them. Hello.